Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen. Është fundjavë dhe siç e kemi bërë traditë, unë çdo fundjavë ju sjell një recetë petullash dhe mundohem që të jenë sa më të shijshme dhe sa më të mira. Por para se të fillojmë nga puna, nëse jeni të rinj në kanalin tim, ju ftoj të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu sa herë postoj një recetë të re, jo vetëm që do të merrni një njoftim, por edhe ju dalin në feedin tuaj receta. Kësaj herë do të përgatisim petullat me patate. Brumi është thuajse i njëjtë me atë që unë bëj shpesh për ju. Bëhet pambuk i butë, shumë i shijshëm dhe nuk merr as pak vaj. Do të marrim një tas të madh dhe ky tas i madh do të shtojmë 200 ml ujë të vakët. I tek uji i vakët, më falni, do të shtojmë gjithashtu edhe 200 ml qumësh të vakët. Duke shtuar një lugë gjelle me maja. Do të shtojmë edhe një lugë gjelle me sheqer. Kjo jo se do bëj petullat të ëmbëla, por thjesht për të aktivizuar majan. E përzim dhe do e lëmë pushim për vetëm 10 minuta sa majaja fillon të shkumëzoj pak. Tani do të shtojmë rreth 50 ml vaj ulliri ose gjalp të shkryr, këtë dëshironi ju. Pa shtuar kripën, do të vazhdojmë duke shtuar 600 gram miell. Unë si fillim kam shtuar vetëm një pjesë të miellit, jo të gjitha. Dhe pastaj do të shtojmë kripën, ja ku është pjesa tjetër e miellit. Gjithsesi, do e shohim edhe nëse do na duhet pak më shumë apo pak më pak se 600 gram. Tani tek brumi do të shtojmë një lugë çaj me kripë. Tani do të vazhdojmë të shtojmë pjesën tjetër të miellit. Unë këtu kam peshuar gjithsej 600 gram, por siç e thash do shohim edhe pak me sy. Ne punojmë në fillim me lugë dhe pastaj do vazhdojmë ta punojmë me duar. Ne fillojmë të punojmë me duar. Tani brumin e kemi gati, kam lënë vetëm me 600 gram, është një brum i butë, jo shumë ngjitës në përduar, por është ngjitës në përduar. Do shtojmë tek tasi shumë pak vaj ulliri dhe do e lëm brumin këtu. Shikoni si ka dalë brumi, është i butë dhe ngjitës në përduar. Do e punojmë pak me këtë vaj dhe kështu brumin kemi gati. Do e lëm në temperaturë ambienti të vi për një orë, por fare lehtë, siç është kështu e fusim në një tas me kapak. Por keni kujdes të jeti lyer mirë me vaj ulliri dhe do e lini tek frigoriferi në fresk. Nesër në mëngjes kur zgjoheni, nëse nuk doni të keni brumin në përduar të nesërme, nxjerreni nga frigoriferi, lëreni gjysmore apo një orë mbi banak sa të aktivizohet dhe vazhdoni në pjesën tjetër të punës. Kam mbështjellë me qese kuzhinik që mos na bëj kore dhe kështu siç është do e lëm të pushoj mbi banak për një orë pra. Një orë të paktën. Brumin e kam gati dhe siç ju thash në fillim, nuk është problem nëse pushon pak më shumë. Do të bëjmë gati edhe mbushjen me patate. Këtu kam rreth 800 gram patate, të cilat i kam peshuar. Para se ti pastroja, do vendosim që të zihen mirë. Patatet janë zier, i shohim që janë të buta. Kam kulluar dhe i kam kaluar tek ky tasi dhe sa janë të ngrohta, do i hidhim kripën. Pak rigon dhe do i shtypim. Në këto momente dikush preferon ti shtoj qep të skuqur me pak spec të kuq. Unë preferoj të shtoj vetëm rigon dhe pak gjalp. Rreth një lugë gjelle me gjalp, një lugë çaj me krip dhe pak rigon dhe do i bashkojmë këtu me patatet dhe do i shtypim. Fillojmë shtypim sa janë kështu të nxehta derisa krijojmë një masë homogjene. Uloj pak gjalpin që të na shkrijë. Mbushjen e patateve e kemi gati. Do hapim pak që ta lëmë të ftohet dhe ndërkohë do vazhdojmë të merremi me brumin. Nxjerrni dhe mozzarellën për ta patur gati, por fare mirë mozzarellën mund të mos e përdorni dhe mund ta bëni vetëm me patate. Kjo mbetet në dëshirën tuaj. T'ju tregoj pak brumin, ka ardhur mrekullisht mirë. Është elastik, i butë. Tani do e ndajmë në topca të vegjël. Kam ngrirë mozzarella në copza kështu të vogla, ja shikoni, dhe do bëjmë formën e petullave, të formën karakteristike dhe të lezetshme këtyre petullave. Kam lyer pak banakun me vaj ulliri, kam lyer pak edhe të pjesën e mërmeri këtu që do bëjmë hapjen dhe do ju tregoj si do e bëjmë.
Do mundohemi të marrim nga pak brum një top të vogël brumi që mos na dalin petullat shumë të trasha. Do hapim këtu mbi të formën kam unë, të merrem një pjatë në piparnak. E hapim pak me duar, e kam lyer me vaj. Do të marrim nga rreth 1 lugë gjelle. Kam mbushja me patate, do shihni edhe madhësinë e brumit, mos e teproni me mbushje, sepse na hapen pastaj kur t'i skuqim. Isea? Do i palosim ka njëra anë edhe nga ana tjetër. Duke bërë mbylljen, kështu sigurohemi që mos na hapen gjatë skuqjes, se mbyllim me dorë kështu në gjithë gjatësinë. Dhe tani mundohemi që ta ngjeshim pak. Edhe mbushja kështu shpërndahet. Edhe forma na bëhet më bukur. Edhe nuk na del shumë e trash. Kështu do veprojmë të gjitha. Kam darë të gjithë brumin në pjesë të vogla, kam bërë gjithsej 20 petulla, të ky numër mundoni të qëndroni pak a shumë, që mos ju dalin shumë të mëdha dhe shumë të trasha, dhe që petullat na dalin sa më të rregullta, unë do bëj të ngjeshjen dhe dhënien e formës kështu rrethore që përpara, pastaj do të bëjmë hapjen kështu. Kështu është më mirë, megjithse unë ato të fillimit i kam bërë pa e bërë këtë pjesën, po kështu është më mirë nëse doni të keni petullat të rregullta. Jemi gati të gjitha petullat, ndërkohë nga ana tjetër jemi bërë gati për skuqje. Kemi vënë vajin të ngrohet mirë, tepsinë me letër thithëse me telin e kemi gati, presim sa vaji të ngrohet, skuqja e petullave bëhet në temperaturë mesatare në të ulët, pra nuk duhet të rrëmbehen të piqen shumë shpejt, por as shumë ngadalë. Skuqëm petullën e parë dhe tani do skuqim të gjitha petullat e tjera me radhë. Po ju them pra kujdes me nxehtësinë, dhe jemi nga pak vaj kështu nga sipër që të na fryhen, na bën një falaçe. Dhe derisa të na skuqen, do i them her pas here nga të dy anët. Shikoni pak sa të bukura që bëhen, falaçe. Nuk thithim vaj. Vazhdojmë kështu i skuqim gjitha me radhë. Shikoni që petulla që kemi bërë. Shikoni. Super petulla. Ka filluar si që duhet mëngjesin e fundjavës, përveç petullave. Unë kam përgatitur edhe një Prince kafe, që ju sugjeroj shumë ta provoni, është ndër kafet më të mira turke, plot aromë, plot shkum, plot shije, kush e ka provuar, ka mbetur shumë i kënaqur. Tani petullat i kemi gati. Dhe të shojmë edhe si na kanë dalë në brendësi. Mbushje me patate, mozzarella, ju bëf të mirë nëse i provoni.